Rreshjet e mëdha të dëborës që kanë përfshirë vendin nuk kanë patur efekte në përmirësimin e situatës hidrike në hidrocentralet e lumit Drin. Në liçenin e Fierzës, që është edhe burimi kryesor i prodhimit të energjisë në vend, niveli aktual është 262.3 metra nga 280 që shënon niveli maksimal. Prurjet kanë prekur minimalen historike me 90 metër kub në sekond. Në liçenin e Komanit, niveli është 171 metra, ndërsa prurjet 36 metër kub në sekond. Në hidrocentralin e Vaut Dejës, kaskada e fundit e lumit Drin, niveli është 73.4 metra, ndërsa prurjet 20 metër kub në sekond. Niveli i ujit në liçene, si dhe sasia e prurjeve sipas Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, klasifikohen ndër më të ultat historike për këtë hidrocentrale. Shkak është moti i ftohtë që nuk lejon shkrirjen e dëborës. Kjo situatë, sipas drejtuesve të Keshit, do të vijojë deri në fund të muajit. Më pas, pritet një ngritje e temperaturave çka do të çojë në shkrirjen e dëborës dhe në rritjen e ndjeshme të prurjeve në kaskadë. Deri atëherë, furnizimi me energji do të varet nga importi. Aktualisht, konsumi i energjisë në vend ka arritur në nivelin 27 milion kilovator në ditë, nga të cilat 11 milion kilovator importohen nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare së bashku me ÇEZ dhe afro 16 milion kilovator prodhohen në vend.